Mësuesit e shqipes në Londër vizitojnë për herë të parë Horën e Arbëreshme, një delegacion prej 11 mësuesish të gjuhës shqipe dhe aktivistësh shqiptar nga Britania e Madhe, i organizuar nga shoqata Ardmëria, zhvilloi për herë të parë një vizitë bashkëpunimi në Piana dei Albanesi, një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë arbëreshe në Itali. Grupi u prit në ambientet e bashkisë nga kryetari Rosario Peta, së bashku me zëvendës kryetaren Morena Picone dhe zyrtarët e bashkiak Giuseppe Carbone dhe Nino Cusenza. Aktiviteti u zhvillua në zyrën e kryebashkiakut, një hapësirë ku çdo element nga fotografitë historike, dokumentet arkivore deri tek orëndit flet për traditën dhe krenarinë arbëreshe të komunitetit. Gjatë vizitës, delegacioni pati mundësi të ndjek një dokumentar të shkurtër mbi historinë dhe trashëgiminë e Piana dei Albanesi, ndërsa më pas u zhvillua një bisedë njëse në formën një kryeze trumullakët me fokus bashkëpunimin kulturor, ruajtjen e gjuhës shqipe dhe forcimin e lidhjeve mes diasporës dhe komuniteteve arbëreshe. Drejtori i shkollave shqipe Ardmëria dhe kryetari i lidhjes së mësuesve në Mbretërinë e Bashkuar, zoti Luftit Vata, bëri një paraqitje të punës në shkollat shqipe Ardmëria në Mbretërinë e Bashkuar. Morën fjalën koordinatori teator organizim zonja Anila Katia, Lavdrim Kash, kryetari i bordit Ardmëria, mësueset themelues Albana Vata, Linda Bazina dhe mësueset Fatmira Zyberi, Solinda Ponari, Anisa Musa, Elvira Leka, Adelina Hysena, Angela Abdullare.